Gjeneta, si një mërgjimtare ndoshta, sepse këtu në studio biseduan për tolerancën fetare në Kosovë, për të jeton në Gjermani. Tregon ndoshta në Gjermani sa është toleranca fetare? Si fillim, shpreh dëshiren që mi uru të gjithë besimtarëve musliman në festën e Kurban Bayramit, paqja, dashuria edhe harmonia qoftë në zemrat të secilit edhe në familjet të tyre. Njihet në Gjermania është një ndër shtetet që toleranca fetare është në nivel të lartë. Këto e bën që shumë nacionalitete jetojnë këto edhe mbrohet me ligj. Ti ke të drejtë të besosh ka ti veç ke vendos, mundesh edhe mos me besu kur gjë, është komplet në vendimin tënd edhe respektohet. Ka pushim atja jo? Nuk është ditë ndërkombëtare e lirë, do me thonë nuk është ditë e kuqe, mirë po në qoftë se ti je i zullë për me organizu komplet muajin, me marrë të lirë pak ma herët, mundet me kanë edhe mundshme, krejt mbaret me në çfarë institucioni punon, edhe sa i ke raportet e mira në punën që je, në qoftë se ti veç e shpreh dëshiren që këtë ditë po du me pas të lirë, është edhe mundshme, e merr si ditë pushimi. Fëmijët një ditë ma herët i lajmërojnë në shkollë që nesër është dita e Bayramit, edhe nuk ka problem. Munden me qëndru në shtëpi, munden me shku në shkollë, me dërgu ëmbëlsira. Ne zgjedhim që fëmijët me prit Bayramin në shtëpi.